Të nderuara media, sapo përfundoi takimi me thirrur nga presidentja e vendit. Sikur se e dim, edhe presidentja u sqaru se nga mesnata dje ka fillu veç afati 30 ditor, pra është humbë mundësia me u zgjedh presidentja apo presidentja në afatet kushtetuese. Rrjedhimisht presidentja pra ka vepruar mbas të obligimeve kushtetuese që ka, dekretin për shpërndarjen e parlamentit vendit. Njëkohësisht sot pra jemi pyet për datën e zgjedhjeve dhe për veprimet që pasojnë matutje. Që thëmë drejtën, nuk ka diçka të re, pra jemi në autopilot, thash edhe më herët, të gjitha veprimet tani e tutje janë pjesë e obligimeve kushtetuese, normave kushtetuese. Një shije e keqe ishte mos pjesëmarrja e vetëvendosjes me partnerët e tyre qeverisës. Kuptohet edhe lista serbe mungoj në takim. Është pa kuptim mos pjesëmarrja e tyre. Ne opozit, kur s'jem pajtu me shumë vendime të presidentes, të qeverisë, me shumë situata dhe prap kemi përfaqësue në takim të partive politike, mosardhja e tyre sot qoftë edhe me mendime të kundërta, për t'i ballafaqu, për t'i paraqitur në këtë takim, që është më i larti i mujshëm pra i partive politike parlamentare me presidentin e vendit për një temë kaq ndihshme, është një lloj fyrje, po them, edhe një herë për vendin, për Kosovën, për institucionet. Kujtit ju kanë përgjigjë në takime kryetarët e partive opozitare një nga një, edhe shumë herë ka pas konsulta, mosardhja e tij edhe atyre që mungun sot nuk është në rregull. Mendoj që edhe adreshimin gjykatë kushtetuese është edhe jonë një fyrje në vete, një talje, një hajgare me proceset. Ata mas miri e din që afati 30 ditor është i tillë dhe e kanë ditë me kohë dhe kanë bërë hajgare, ju keni pa mënyra si kanë thirrë seanca dje dhe sjellja e mateme nuk është në rregull, pa është vërtet gabim për anës tyre. Për me datën zgjedhje. Dëgjoni, në çfarë do situate duhet të harrojmë një lloj minimum deri të partisë të institucionit. Pra edhe kur fiton edhe kur humb. Askush që ka faj vetëvendosjes për sjelljen e tyre edhe për ato që ja kanë sjell vendit. Pra kjo situatë që ka ardhur është rezultati i tyre. Edhe ata është dashur të vinë në këtë takim, aty thonë pikpamjet e tyre qofshin edhe të kundërta. Sa i përket datave, janë opcion datat prej 5, besoj 12, 19 prill, mund të ketë ndonjë datë tjetër varësisht prej zhvillimeve. Ne nuk kemi një datë preferuar për shkak se e kuptojmë se tash jemi edhe një herë përsëris të fjalë, jemi në autopilot, pra nuk ka më askush kompetenca përposh kushtetutës, normave kushtetuese dhe afateve kushtetuese dhe ne respektojmë që do datë nga këto data. Ju faleminderit media. Do të një kam datë të njësër? Jo. Ata vendosi që to. Ata vendosi që to. Mundesh. Po, mundesh. Si, apo të në këton? Ka dush të kau që këja. Atëre... Përshëndetje media. Ajni gati. Keni kuj pak herë, zëtë. Po. Nuk të përkatit. Falë. Po atëre... Të nderuara media, sapo përfundoi takimi me thirrur nga presidentja e vendit. Sikur se e dim, edhe presidentja u sqaru se nga mesnata dje ka fillu veç afati 30 ditor, pra është humbë mundësia me u zgjedh presidentja apo presidentja në afatet kushtetuese. Rrjedhimisht presidentja pra ka vepruar mbas të obligimeve kushtetuese që ka, dekretin për shpërndarjen e parlamentit vendit. Njëkohësisht sot pra jemi pyet për datën e zgjedhjeve
dhe për veprimet që pasojnë matutje. Që thëmë drejtën, nuk ka diçka të re, pra jemi në autopilot, thash edhe ma herët, të gjitha veprimet tani e tutje janë pjesë e obligimeve kushtetuese, normave kushtetuese. Një shije e keqe ishte mos pjesëmarrja e vetëvendosjes me partnerët e tyre qeverisës. Kuptohet edhe lista serbe mungoj në takim. Është pa kuptim mos pjesëmarrja e tyre, ne opozit, kur s'jem pajtu me shumë vendime të presidentes, të qeverisë, me shumë situata dhe prap kemi përfaqësue në takim të partive politike, mosarja e tyre sot qoftë edhe me mendimet kundërta, për t'i ballafaqu, për t'i paraqit ato në këtë takim, që është më i nalti i mujshëm pra i partive politike parlamentare me presidentin e vendit për një temë kaq ndihshme, është një lloj fyrje, po them, edhe një herë për vendin, për Kosovën, për institucionet. Kujtit ju kanë përgjigjë në takime kryetarët e partive opozitare një nga një, edhe shumë herë ka pas konsulta, mosarja e tij edhe atyre që mungun sot nuk është në rregull. Mendoj që edhe adresimi në gjykatë kushtetuese është edhe jon një fyrje në vete, një tallje, një hajgare me proceset. Ata mas miri e dinë që afati 30 ditor është i tillë dhe e kanë ditë me kohë dhe kanë bërë hajgare, ju keni pa mënyra si kanë thirrë seanca dje dhe sjellja e mateme nuk është rregull, pa është vërtet gabim për anës tyre. Për mendatë zgjedhje. Dëgjani, në çfarë do situate duhet të harrojmë një lloj minimum deri të partisë të institucionit. Pra edhe kur fiton edhe kur humb. Askush që ka faj vetëvendosjes për sjelljen e tyre edhe për ato që ja kanë sjell vendit. Pra kjo situatë që ka ardhur është rezultati i tyre. Edhe ata është dashur të vinë në këtë takim, aty thonë pikpamjet e tyre qofshin të kundërta.